preferuar si e vlerësoni aktivitetin e sotëm dhe rëndësinë e saj? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Edhe ky aktivitet, sikur edhe aktivitetet tjera të shumta, bazohet në urdhën hyjnor të Madhit Zot Xhaleshanu, i cili në zbulesën e fundit hyjnore ndër tjerë porositë dhe drejtohet me fjalën: o ju njerëz, ju kam krijuar, ju kam bërë për një mashkull dhe për një femër. Ju kam bërë popull e fise që ju të njiheni mes vete, të bashkëpunoni mes vete. Është fjala, ky është parim hyjnor islam, që njerëzit, pavarësisht se ku jetojnë, çfarë gjuhë flasin, çfarë race kanë, çfarë besimi kanë, çfarë ngjyre kanë, ata janë të krijuar që të bashkëpunojnë mes vete, të respektojnë njëri tjetrin, të respektojnë fenë, besimin që i takon, pavarësisht besimin që ai ka. Nga se vetë dallimi në besim, divergjencat në besim, kjo është dëshira e Zotit, se sikur Zoti kishte dashur, sikur na thot në Kur'an, të gjithë njerëzit kishte më bërë të një besimi, por ai i ka lënë të lirë në mënyrë që njeriu të angazhohet, të zgjedhë, të jetë i lirë, të besojë në Zotin apo jo. Ka se njeriu ka kanë edhe mundësinë e zgjedhjes. Pra, njeriu ka mundësi edhe të mos besoj në atë që urdhëron i Madhi Zot Xhaleshanu. E nisur nga kjo, sigurisht që Bashkia Islame e Kosovës, sikur sot, edhe në të kaluar, mi pranë të ardhmen, gjithherë do të punoj me tërë fuqinë e vet, potencialin e vet kadrovik që ka, për një mirëqenie të përgjithshme në vendin tonë, por jo vetëm, brenda të rrojeve tonë etnike dhe në Margat, mirë po dhe në arenën ndërkombëtare, që njerëzit të jetojnë në harmoni, që njerëzit të respektojnë mes vete, që bashkëtesa të jetë primare tek njerëzit, duke respektuar njëri tjetrin dhe duke u larguar gjithherë nga urrëtia dhe mosdurimi. Dhe Bashkia Islame e Kosovës në këtë drejtim, veç mund të them që është lidere, por në anën tjetër në Kosovë, brenda Kosovës i takon ky primat, nga se në shumicë absolute besimtarët këtu i takojnë besimit islam. Dhe ju dëshiroj me këtë rast falenderoj prezencën e të gjithë përfaqësuesve të feve në Kosovë që sot ishin prezent këtu në ndërtesën e Fakultetit të Studimeve Islame, në këtë konferencë të organizuar nga Fondacioni Drita dhe Niko Qirës, i cili ishte sot vetë Bashkia Islame e Kosovës. Me të nderuar, ndër porositë hyjnore është edhe njohja me të tjerët. Për të bashkëjetuar, për të jetuar në harmoni me të tjerët, mjafton vetëm toleranca apo duhet edhe një njohje më e thellë në mes feve? Bazuar në atë që i Madhi Zot thotë se ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time, apo bazuar në këtë, sigurisht që njeriu këtu veç dallon misionin e vet se ka të mbaj. Dhe nuk është gjithherë e mjaftueshme, siç po thoni ju, vetëm ajo toleranca, nga se sot shumë herë u potencuar këtu, se kombi shqiptar jeton përtej kësaj fjale. Nga se tolerancë po nënkuptohet më shumë kur nuk ekziston, mi po njeriu të jep një mundësi që po e toleron për diçka. Mi po fatëbërësisht të kombi shqiptar edhe të kaluarën në sot, besoj që edhe në të ardhmen do të jetë shembull i mirë edhe në këtë botën moderne tashmë dhe në këto zhvillime teknologjike, që të mirët shembull se si respektohen besimet mes kombit, pastaj edhe mes të tjerëve, pavarësisht se etnive tjera, pavarësisht se kush çfarë është dhe kujt i takon. Dhe bashkëjetesa është një virtyt që del si porosi hyjnore, është një virtyt që edhe më e rrit gatishmërinë e individit, edhe familjes dhe shoqërisë, që këto të jenë të pastërta dhe në të njëjtën kohë të afrojnë shoqërisë njerëzore vetëm të mira, nuk u larguar nga gjitha dukuritë negative të cilat mund të jenë prezente në shoqëri. Kombi shqiptar është shembull. Si edhe deri në këtë nivel, cili është bashkësia fetare, në përgjithësi dhe
roli i bashkisë islame konkretisht për këtë harmoni? Unë ndaj mendimin se meritën më të madhe kanë mësimet islame, duke pasur parasysh se kombi shqiptar, shumicë i takon besimit islam, dhe duke pasur parasysh se feja jonë urdhëron në një bashkëjetesë, edhe thënjet e Muhamedit a.s. gjithashtu. Nisur nga ky parim, sigurisht që kjo është një meritejet e madhe, mirë po edhe stërgjyshërit tanë, pararësit tanë, janë ata të cilët e vazhdimsi kanë mbjellë farën në respektit dhe dashurisë për një bashkëjetesë në ndërgjegjen tonë të brendshme, në dinjitetin tonë, dhe ajo është përcjellë tek brezat e ri me një devotshmëri jashtëzakonisht të lartë. Dhe kështu që kjo është tepër natyrshme kur 3-4 individ, pa e marrë këtë rast shqiptar, besimet ndryshme rrinë të ditën mirë, bisedojnë, llafosin, shetisin bashkë, dhe këto divergjenca në besim vetëm sa e rrisin edhe me dashurinë dhe respektin brenda kombit tonë, nuk e zbehen, nuk e dobësojnë, fatkeqësisht qysh ka ndodhur me kombe tjera që kanë pasur në përbot, që kanë pasur mosmarrveshje të mëdha dhe ka ardhur deri te konflikte, jashtëzakonisht të mëdha ku sot në përbot kemi edhe varreza të shumta të atyre të cilët kanë ra, po them në luftë mes vete edhe për shkaqe të besimeve. Me të nderuar në diskursin publik dëgjojmë zëra që fe përdoren si mjet për braktisjen e saj eventualisht a cënon a nënvlerëson kjo harmoni që kemi pasur? Kombi shqiptar edhe në të kaluarën, po them edhe tash, në veçanti edhe në luftën e fundit, tash 27 vjet më parë, e dim se është dhënë një kontribut për shtirimin e vendit, për shtirimin e Kosovës, për pavarësinë e saj, dhe primare e kemi pas shtirimin e vendit. E kemi pasur pavarësinë e vendit. Dhe në këtë drejtim është punuar bashkarisht me të gjithë vëllezërit tanë dhe të feve të tjera. Sigurisht kohëve të fundit, në veçanti, po them këto 2 dekadat e fundit mund të them, sikur në dikuj nuk është ka i pëlqen kjo harmoni, dhe kjo bashkëjetesë fetare, dhe duke u thirrur në demokraci dhe në lirinë të shprehurit apo të shprehjes, dhe duke mos e konsideruar dhe duke mos e ditur se çfarë është demokracia, limitet që ka demokracia, kufit që ka demokracia, ata me dashje, por shrasin në urrejtje dhe në thirrje të urrejtjes së vazhdueshme mes kombit shqiptar, duke thirrur për konvertime, duke thirrur në emër të një shqiptarie të rrejshme të tyre, që kinse duhet larguar nga islami për të qenë një shqiptar i mirë. Që kjo asesi në asnjë mënyrë nuk ka të bëjë me realitetin. Kjo është tepër nënçmuese. Kjo është një urrejtje, kjo është një krim, mund ta quaj, sepse krim nuk nënkuptohet vetëm ta vrasësh dikën, mirë po krim është edhe kur ti shkel të drejtat elementare që i posedon një besim, e çfarë do besimi qoftaj. Dhe në këtë mënyrë lëvizje të ndryshme dhe individ të ndryshëm, fatbarësisht janë pak Kosovë, po megjithatë për të bërë keq nuk duhet me ditur shumë. Mjafton që pak dhe ajo bëhet edhe e madhe. E Zoti i Madhërisëm thotë Kur'an kur mos gjyko për diçka, çfarë nuk e dije. Dhe fatkeqësisht tek ne po gjykohet Islami nga individ pa ditur, nga lëvizje të paditura, ignorante, të cilat kinse në emër të një patriotizmi apo të një shqiptarie, të rrasin për këtë çfarë janë duke thirrur. Të gjithë ata të cilët e ujitën këtë tokë me gjakun e tyre, tash e 100 vjet e më shumë, shumica absolute e tyre i takon besimit islam. Ta ishin besimtarë të besimit islam, luftuan, ranë shahid dëshmor për shtërimin gjithëkombëtar, për shtërimin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, dhe kjo vetëm çka i motivoi, jo i zbehi
dëshirën për shtirim, dëshirën për pavarësi të vendit tonë. Ne duhet me një maturi, duhet me një urtësi dhe duhet me një punë të vazhdueshme që këtyre individëve që janë të pakët, këtyre lëvizjeve që janë të pakta në krahasim me popullatën tonë që kemi, që bëjmë me dije se këto janë në shërbim të disa skenareve të huaja, të cilët përmes tyre fatkeqësisht dëshirojnë të fusin farën e sherrit në mesin e kombit shqiptar. Mirë po, shqiptarët janë ata të cilët edhe në këto momente dinë të vlerësojnë drejt, shohin drejt, shohin punën dhe besoj që kjo është një tentativë që është start e dështuar. Unë e thash me një çdo gjë që i përshkruhet një vendi kur shumica i takon besimit islam meritat, i takojnë atij, mirë po edhe të këqijat i takojnë atij, sepse janë shumicë. Andaj, çdo merit, çdo porë të jetës, shumica absolute i takon atyre të cilët janë shumicë. Normal është ajo, tepër normal. Modesti e pa modesti, kjo është e tillë, s'mund të ndryshoj kjo asnjëherë. Po jo vetëm tek ne, po mbar botën ky shembull që është edhe praktik. Një mesazh për fund për audiencën, në mënyrë që të rrugët e kjo harmoni që kemi pasur. Po, sigurisht që unë si mufti i Republikës Kosovës, ftoj atë që urdhërohem nga zbulesa hyjnore, nga Kurani, atë që urdhërohem nga thënjet e pastërt e fisnikët Muhamedit a.s. Atë që urdhërohem nga të gjithë ata dëshmorë, shahid dhe gjaku i derdhur, të gjithë atyre patriotëve të cilët u maltretuan, u rrahën, u burgosën, të gjithë atyre nënave tona të cilët vojtin jashtëzakonisht shumë, që me të vërtet në brenda kombit tonë, si në Kosovë, por gjithandaj kudo që gjendet të mbretëroj paqeja, të mbretëroj arsyeja dhe harmonia, dhe që të gjithë bashkarisht mundohemi të japim një kontribut në rrugën e forcimit të unitetit brenda për brenda kombit tonë, duke vlerësuar, duke çmuar besimin e çdo njërit që posedon, duke respektuar mes veti dhe duke punuar që këtë emanet kaq të shajt që e bartim ne si gjenerat, ta bartim me krenari, por edhe me modesti, me sinqeritet edhe me fisnikëri, edhe tek gjeneratat e reja, sepse kjo është një begati më e madhe që e posedon kombi shqiptar, begati cilë nuk e posedojnë shumë kombe të tjera, edhe shumë të mëdhaja se vetë kombi shqiptar.